që mas të gjitha gjësave jemi bindur dhe i sigurt. Që këtu ka dorë dhe Ministria e Kulturës. Këtu ka dorë sigurisht edhe jemi bindur plotësisht, ka dorë edhe dikush prej Ministrisë të Arsimit. Më shkoj ma larg, më shkoj ma larg, po megjithatë jemi bindur motivi po më intereson nëse e dini edhe qeveria. Po motivi normal që është një motiv që këta nuk janë të interesuar se kanë presion nga shërbimet e huaja që ta pengojnë manifestimin e Gjergj Kastriotit, sa ma shumë që ka mundësi me e bo trysni ndaj njerëzve dhe veprimtarëve apo shkencëtarëve, të cilët nuk dorëzohen para presione politike apo ideologjive të ndryshme, pra kjo është qëllimi, tjetër qëllim nuk ka kur çfarë mundësi me pas. A keni arritur ta kuptoni sfondin e këtij motivi që u refuzuat? Po normal, kjo nuk është vetëm si vjet, kjo ka qenë edhe vjet. Pra, ministri edhe kryetari i komunës, Prishtinës, bashkë me Bikun, bashkë me atë përfaqësuesin e Turqisë dhe të Arabisë Saudite, në momenti javën të cilën kishëm me marrit na manifestimin për Gjergj Kastriotin, domethënë vitin 2025, ata na morën dhe na vendosën një stand apo një shator 56 hapa që është i matën për para Gjergj Kastriotit, me qëllim që të mbëlohet apo të jetë si anash statuja dhe përmendoria e Gjergj Kastriotit. Pra, këta e kanë bërë. Ditët e kulturës arabe, apo? Ashtu që ditët e kulturës arabe, po është ajo që është më rëndësishme, ditët e kulturës arabe kanë mujt me shty një javë më mrapa, apo me qenë 10 ditë 2 javë para kësaj pune, kësaj çështje. Po si ka mundësi momentin kur si shëmë 2-3 ditë, 3 ditë mu vendosë shatori. Kë nuk mund të qojmë këto diçka si kulturë, nuk jam kundër detëve të arabe, nuk jena ne, shoqata që jemi edhe shqiptaria, edhe ne, edhe pastaj grupe tjera dhe intelektual të krejt, nuk jemi kundër kulturës as osmanes, jemi kundër kulturës as arabe, por ne jemi për zhvillimin dhe forcimin e gjitha kultura. Ashtu që në shtetin e Turqisë, për shembull, jepen me miliona leke para për me zhvillu, me forcu, me hulumtu të kaluarën historike, me na shërbyje, si motiv për ndërtimin e shtetit, me vepru, me luftu, me mbroj shtetin, ashtu edhe populli shqiptar po mundohet edhe vazhdon të mundohet që ti ngrit figurat të cilat na kanë marrë gjallë, si që Gjergj Kastrioti, si që në limonistët për shembull Pjetër Budi, Pjetër Bogdani, Marim Balleti, Gjan Buzuku, Marim Beqikemi, shumë limonist dhe shumë shqiptar, veçanërisht do ta përmenim këtu, edhe Pjetër Bogdanin, i cili për fat keq, Pjetër Bogdani nuk i jepet veni dhe merita e meritume as pe kishës krishtere katolike, sepse Pjetër Bogdani nuk është vetëm preft apo klerik, Pjetër Bogdani është preft klerik, Pjetër Bogdani është limonist, Pjetër Bogdani është general ushtarak, sepse ju ka pri edhe popullit arbëror në luftë kundër pushtimit Perandërisë Osmane, edhe jo vetëm Perandërisë Osmane, po shumë popujve të cilët i kanë pushtuar dhe kanë dëbërtuar në këto troje.